mi parandalu ato. A kanë të gjithë vrasësit të kaluar traumatike? Kështu, disa kanë të kaluara traumatike, disa kanë çrregullime të personalitetit të ndryshme, që i themi çrregullimit personalitetit antisocial, çrregullimi personalitetit borderline, e cila është theksuar shumë në Amerikë tek vrasësit. Mund të themi që 80% e tyre kanë probleme të mëhershme, do me thonë psikotike. Po në Kosovë, Dita, nga ato rastet që ke pas, i ke njoft nga afër ose ke pas qasje në rastet e tyre, ku ka qenë problemi? Për shkak se e shohim që kohët e fundit kemi pasur një rritje goxha të madhe të vrasjeve, të vetvrasjeve, do me thonë të këtyre akteve të dhunës. Ashtu, tek në Kosovë, unë përsha që krimin përgjithësi është marrë një kohë tjetër edhe është bërë tepër komplekse. Është shumë vështirë me ditë dhe me mundu me parandalu atë, sepse po kemi modelim të kësaj sjellje mo. Dikush përshet që ka ndodhur diçka edhe po ka qasje në internet për çdo detaj që ka ndodhur. Kjo nuk është edhe shumë etike të shfaqen dhe të zbuluhen të gjitha detajet për një vrasje ose për një vend ngjarje, sepse njerëzit nuk janë të gatshëm ndoshta me i pa këto. Në momentin kur ne kemi qasje të tillë, edhe të rinjt kanë qasje të tillë, atëherë fillon ai mendimi se çush ka ndodhur, pse ka ndodhur, modelohet me një farë forme, nuk mundemi me parandalu këtë. Tani në dizertacionin tam të doktoraturës, unë punoj për cyberbullying edhe për këto probleme të cilat po ndodhin në rrjetet sociale dhe në botën digjitale, dhe është goxha sfiduese sepse të gjithë pothuajse më prej fëmijët 4 vjeçar deri tek po më i do të thonë rrituri, po kemi qasje në çdo lajm dhe në çdo detaj të këtyre rasteve. Dhe është shumë problem për të ardhmen edhe për shoqërinë ku po jetojmë. Po thoni që edhe media do duhet ishin pak më të rezervuara në ndarjen e detajeve dhe gjithçka prej këtyre rasteve të ndjeshme. Media duhen me qenë tepër të kujdesshme për të mos dhënë mesazhe subliminale fëmijëve dhe ndoshta edhe të rriturve. Gjithë atyre sigurisht që kanë qasje. Dhe asnjë detaj prej vendeve të ngjarjes, ndoshta edhe prej ngjarjeve, më ka befasu kur kom pa për shembull emra mbi emra në këto rrjete, sepse duhet të përdoren inicialet, në të gjithë botën ndodh kështu, dhe nuk duhet të shfaqen detaje sepse munden me i pengu hetimet. Në trajnimet që i mbaj në kuadër të institutit, gjithmonë e kam pas këtë pyetje dhe ju kam thënë që duheni ju me qenë të kujdesshëm, ndoshta kjo më tutje do zgjerohet. Duheni të jeni të kujdesshëm në asnjë formë, mos bëni kësi lloj postime që mos t'i pengoni hetimet, sepse hetimet po pengohen. Pengohen nëse ti shfaq çdo detaj prej vendit të ngjarjes, emra mbi emra të personave të cilët munden me qenë të përfshim ose sepse ata munden me gjetë një mënyrë për me ikë prej asaj edhe mos me u gjetë asnjëherë personi që ka kryer me të vërtetë një krim. E përmendë edhe cyberbullying si pjesë e doktoraturës tënde. Si qëndron Kosova